Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 monedhat, 3 shpatat, 4 shpatat, 5 shkopinjt. Java fillon me një energji ku ju mund të jeni duke kërkuar ose duke marrë mbështetje. 6 monedhat flet për shkëmbim energjie, që mund të jetë ndihmë, mirëkuptim ose një situatë ku po përpiqeni të rivendosni ekuilibrin. Mund të jetë dikush që ju ndihmon ose mund të jeni ju që jepni më shumë se sa duhet. Por më pas vjen 3 shpatat, e cila tregon një plagë emocionale. Tregon një zhgënjim, fjalë që ju kanë lënduar ose një e vërtet që duhet pranuar. Unë personalisht nuk e shoh domosdoshmërisht si një ngjarje të re. Mund të jetë një dhimbje që ende nuk është shëruar plotësisht. 4 shpatat tregon se shpirti juaj kërkon pushim e ju mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak, të reflektoni, të flini më shumë, të kaloni kohë vetëm ose të distancoheni nga drama e të tjerëve. Megjithatë, fundi me 5 shkopinjt tregon se konfliktet ose tensionet nuk janë zhdukur plotësisht. Mund të ketë debate, konkurrencë ose përplasje mendimesh, ndoshta edhe një konflikt të brendshëm mes asaj që zemra juaj dëshiron dhe asaj që mendja juaj konsideron të arsyeshme. Kartat këshillojnë t'i jepni vetes kohë të shëroheni përpara se të reagoni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi vdekja, as i shkopinjve, 8 monedhat, dielli. Në familje, kjo duket si sfera më pozitive e gjithë interpretimit për ju. Vdekja nuk flet për humbje fizike në këtë kontekst. Vdekja flet për fundin e një kapitulli. Diçka në familje po transformohet, që mund të jetë një zakon i vjetër, një konflikt i zgjatur ose një mënyrë komunikimi mund të mbyllet. Asi i shkopinjve sjell energji të re. Duket se pas këtij ndryshimi lind një mundësi e re. Mund të jetë një iniciativë, mund të jetë një plan familjar, mund të jetë një lajm i mirë ose thjesht një frymë e re optimizmi. 8 monedhat tregon se marrëdhëniet familjare nuk do të përmirësohen vetvetiu, sepse do të kërkojnë përkushtim dhe punë. Dikush po përpiqet ose duhet të përpiqet sinqerisht të ndërtojë diçka më të mirë. Më pas shfaqet karta e diellit, një nga kartat më të bukura të tarotit. Dielli tregon qartësi, lumturi, ngrohtësi, sinqeritet dhe rezultate pozitive. Çfarëdo transformimi që mund të ndodhë, nënkupton se ka potencial të sjellë shumë më tepër harmoni. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimet në familje, sepse ato po hapin rrugën për diçka më të mirë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi perandori, drejtësia, faqja e shpatave, hëna. Në dashuri, perandori tregon një energji kontrolli, tregon një energji stabiliteti dhe kufish. Mund të përfaqësoj një person konkret ose mund të jeni ju vetë në dinamikën e marrëdhënies. Flitet për dikë që dëshiron të ruaj kontrollin mbi emocionet e veta ose mbi situatën. Drejtësia menjëherë pas perandorit flet për llogaridhënie. Duket se java sjell moment reflektimi. Për shembull, mund të flitet për çfarë është e drejtë, çfarë është e balancuar, kush ka dhënë më shumë dhe kush ka dhënë më pak. Mund të ketë biseda ku peshohen faktet dhe jo vetëm emocionet. Faqja e shpatave tregon vëzhgim, kuriozitet dhe komunikim të kujdesshëm. Dikush po kërkon informacione, po vëzhgon, po përpiqet të kuptojë më shumë. Mund të ketë mesazhe, kontroll të rrjeteve sociale ose një dëshirë për të kuptuar se çfarë po ndodh realisht. Por hëna flet për pasiguri, flet për intuit, për frikra, dyshime dhe emocione që nuk janë shprehur plotësisht. Dhe kjo më bën të mendoj se pavarësisht përpjekjes për logjik dhe kontroll, ende ekziston diçka që nuk është plotësisht e qartë.
Nëse ju jeni në një marrëdhënie, mund të ndjeni si njëri prej jush nuk po shpreh gjithçka që ka në zemër. Mund të ketë pyetje pa përgjigje ose tema që evitohen. Nëse ju jeni beqar ose beqare, mund të tërhiqeni nga dikush që ju intrigon shumë, por që nuk është lehtësisht i lexueshëm ose e lexueshme. Mund të ekzistojë një tërheqje e fortë, por edhe konfuzion. Ajo që më bie mua në sy më tepër është kontrasti midis perandorit dhe hënës, sepse nga njëra anë kemi kontroll absolut, nga ana tjetër kemi emocionet e pavetdijshme që nuk kontrollohen dot, dhe kjo krijon tension. Mund të jetë sikur ju ose personi tjetër përpiqeni të dukeni të fortë, të qetë dhe racional, ndërsa brenda jush ekziston një oqean emocionesh që nuk po shprehen. Kartat këshillojnë të besoni intuitën tuaj, por mos lejoni që frika të udhëheq. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 monedhat, 7 monedhat, kalorësi kupave, 7 shpatat. Në punë, 5 monedhat mund të tregoj shqetësime për financat, mungesë vlerësimi, ndjesim se po mbani më shumë barr ose frikë për të ardhmen. 7 monedha tregon pritje, e ju mund të keni investuar ose po investoni kohë, energji, përpjekje ose para dhe po pyesni veten nëse rezultatet do të vinë apo jo. Kalorësi i kupave sjell një ofertë, propozim ose komunikim më të butë. Dikush nga ju mund të ketë një qasje me një ide, një mundësi bashkëpunimi ose një bisedë që ndryshon atmosferën. Megjithatë, 7 shpatat kërkon vigjilencë. Mua nuk më duket domosdoshmërisht tradhti, por sigurisht më duket si mungesë transparence. Dikush mund të mos tregojë të gjithë informacionin ose mund të ketë një agjend të fshehur, ose po veprohet me rezervë. Kartat këshillojnë të veproni me mençuri dhe maturi, por evitoni fshehtësitë që mund të krijojnë keqkuptime. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi dorëzim. Dorëzim do të thotë të pranoni atë që nuk mund ta kontrolloni, të lironi rezistencën, ankthin ose përpjekjen e tepërt për t'i detyruar gjërat që të ndodhin sipas dëshirës suaj. Paçim.